Dashi duhet të tregoj kujdes të shtuar në vendimet financiare impulsive që mund të mos jenë të menduara plotësisht. Demi përjeton shfaqje të mundësive materiale që mund të ndikojnë pozitivisht në të ardhurat e tij. Binjakët përballen me ndryshime të papritura në plane që kërkojnë fleksibilitet të lartë. Gafori aktivizon emocione të forta në lidhje me familjen dhe marrëdhëniet personale. Luani arrin sukses profesional dhe merr njohje për punën e tij. Pyqëresha arrin të zgjidhë një problem praktik që ka kërkuar kohë. Peshorja përjeton harmoni në marrëdhënie dhe stabilitet emocional. Akrepi ndjen intensitet emocional të rritur që ndikon në vendime. Shqetari fillon formimin e një ideje të re që mund të zhvillohet mëtej. Priciapi përballet me një rritje të përgjegjësive në punë dhe jetën personale. Ujori fillon formësimin e ideve strategjike me potencial afatgjat. Peshqit përjetojnë një rritje të fortë të kreativitetit dhe të imagjinatës.